Sa madhështore që është zemra e një nëne. Djali merr vendim të prerë që të largojë nënën e vet plakën nga jeta e tij. E hipi mbi shpinën e tij dhe u nis drejt një kodre të madhe. Rrugës për në kodër kalonte nëpër male me shumë pemë dhe llogica të egra. Nëna, e cila ishte mbi shpinën e të birit, rrugës i këposte degët e pemëve dhe gjethet e tyre dhe hedhi në tokë. Pasi që arri në majë të kodrës, e biri e lë nënën të vetme, pa ushqim dhe pije, me qëllim që sa më shpejt të vdes. E merr rrugën për të kthyer në shtëpi, mirë po ndalet i hutuar. E kuptoi se rrugën e kishte humbur dhe nuk di si të kthehet. Në ato momente, nëna thërret me gjithë butësi dhe mëshirë duke i thënë: "O biri im, nga frika për ty që mos ta humbësh rrugën kur të kthehesh, rrugës i hedhja në tokë degët dhe gjethet e pemëve, që kur të kthehesh të shkosh sipas gjurmëve të tyre dhe të mbërrish mirë shëndosh deri në shtëpi. Shko, o biri im." Djali kur e pa këtë qëndrim të nënës së vet, e vërejti gabimin e tij dhe syt ju mbushën lot. E mori nënën, përsëri e hipi mbi shpinë dhe dërgoi në shtëpi, por këtë herë duke nderuar dhe respektuar. Për çudi, ai mendonte në vdekjen e saj, kurse ajo në sigurinë e tij. Sa madhështore që është zemra e nënës. O Zot, ruaj nënat tona dhe prindrit tanë.